Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi bashkarisht ditën e sotme në këtë të diel. Në këtë të diel me energjim pozitive, me fjalët e bukura kundër drejt njëri tjetrit për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother. Nata e mbrëmshme ka krijuar një irritim, konkretisht tek fansat e Selin, tek fansat e Gretës, këtu përfshirë edhe fansat e Gimbos, dhe pyetja në fakt që po shtrohet drejt publikut dhe mua më kanë ardhur shumë mesazhe, Tiron atë duket normale vendimi që Greta të largohet në këtë pikë të lojës, dhe brenda asaj shtëpie të qëndron Edisa, të qëndron Rogerti, të qëndron Juela, ato njerëz të cilët kanë qenë jashtëzakonisht ofendues dhe vazhdojnë të jenë ofendues. Tani, Greta nuk u largua që është një lojtare e dobët, Greta nuk u largua që u përzjodh nga një televotim i hapur nga publiku, por u largua nga disa ofendime, disa veprime që i ka bërë që në fakt nuk i takojnë një femrës. Unë nuk i preferoj dhe nuk i duar trokas femrat të cilat tregojnë një kulturë ndoshta të ngjajshme me një të mashkullit. Ti kishte bërë një mashkull veprimet e Gretës, ndoshta do t'ishte pak më ndryshe, por një femër ushtruar drejt një femrës tjetër, me patjetër që nuk është e duar trokitur dhe realisht në syrin e publikut është shumë e neveritshme. Tani, le të mos të harrojmë se çfarë ndodhi. Do të thënë, kjo nuk është një problem që nisi natën e mbrëmshme mes të dy gocave. Është një problem i gjatë që ka nisur me muaj, le të themi, në shtëpinë e Big Brotherit dhe thjesht Juela dëshironte që nëpërmjet kutisë së saj të Pandorës një avantazh që u dha nga vllau i madh të nxirrte Gretën jashtë, televotimi u prish, e dini shumë bukur, dhe Greta, do të thënë, nuk doli nga shtëpia, por lufta mes të dy gocave vazhdoi nga ana e Juelës, sepse Greta ju afrua t'ia kërkon dorën, t'i kërkon falje, do me thënë, ishin në verandë të ulur dhe këtë gjë nuk mundemi ne ta mohojmë sepse ekzistojnë videot, janë në YouTube. Juela ishte ajo që në fakt e kishte prerë me vi të kuqe marrëdhënien mes Gretës edhe saj. Dhe për këtë gjë, Greta nuk tentoi më që të kishte debate dhe diskutime me Juelën. Por, mua më duhet të them dhe një gjë tjetër. Juela nuk ka asnjë debat brenda asaj shtëpie të vetin. Juela është gjithmonë e përfshirë në debatet e Rogertit, në diskutimet e Rogertit, gjithashtu dhe Rogerti i përfshirë në debatet dhe diskutimet të Juelës. Tani, Edisa, ju e dini shumë bukur që është transmetuar një video në rrjetet sociale, normalisht është cenzuruar nga televizioni Top Channel, sepse televizioni Top Channel nuk do të nxjerrë atë lloj video. Edisa ka qenë e ulur në verandë edhe ka fol për Brikenën, për pëlqimet e Brikenës, për emocionet e Brikenës, për ndjesitë e Brikenës. Pa marrë parasysh se në çfarë lojë jemi, banorët e din shumë bukur që nuk kanë të drejtë të përmendin emra nga jashtë. Do të thënë, loja duhet të bëhet në kuadër të gjërave që ndodhin brenda në shtëpi. Dhe Edisa thotë, unë e them me zë të lartë, jo se e thot, por e beson. Sepse nëse ti e thua një gjë 2-3 herë, do me thënë ti atë e beson. Nuk është e thënë kot. Edisa thot me zë të lartë, unë e them që Brikena nuk ka ndjenja për Mateon, por ka ndjenja për Ledionin. Të thuash ti që Brikena ka ndjenja për Ledionin dhe të mos marrësh asnjë lloj reagimi nga ana e produksionit, i bie që ti je një superfuqi. Dhe produksioni mbështet karakterin e njerëzve si ti që flet këto gjëra. E dyta, Rogerti qa nuk thot brenda asaj shtëpie. Do me thënë me libër, nga i pari deri tek i fundit, ofendon banorët, po shtërson banorët, sjell tash e theme, përdor informacione nga jashtë, qa nuk i ka thënë Selinit, do me thënë të akuzosh ti një vajzën që e ka babai në burg, ka akuzuar për incest Mirin. Incesti e dini shumë bukur çfarë është, do me thënë marrëdhënie intime brenda familjes. Dhe ky incesti shkonte për Gretën, do me thënë ti dëshiron të bësh edhe me Selin dhe me Gretën.
ka përdor gjuhën më të rëndë, duke përfshirë këtu dhe Dubai, kundërdrejt Selinit, do me thënë duke quajtur një vajzë e cila shkon në Dubai dhe shitet me lek, këtë konotacion e kishte mënyrën kur Rogerti e tha gjën, dhe çuditërisht dhe Juela, e cila do me thënë sot e shikoja që përsëri provokonte si Selin, edhe pse do me thënë Selin nuk ishte aty, por nuk ka me këta bën lojën dhe po provokonte pafund, dhe ju mund të më thoni Tiranë është në kuadër të provokimit, po, është e vërtet, është në kuadër të provokimit, por produksioni duhet të jetë më i drejtë në aspektin e përzgjedhjes se si të bënte largimin nga shtëpia. Le të bënte largimin e të gjithë këtyre banorëve, të cilët kanë përdor gjuhën e urrëties, të cilët kanë përdor gjuhën e ofendimit, të cilët kanë denigruar, të cilët kanë sjell familjarët nga jashtë brenda. Vëllau i Rogertit natën e mbrëmshme e tha këtë fjalën, por këtë fjalë duhet t'i adresonte vllaut të tij, se banori i cili përdor familjet, i cili komenton familjet, i cili shan familjet, i cili denigron familjet, është Rogerti. Nuk janë banorët e tjerë, do me thënë, deri në momentin që Rogerti nuk ishte pjesë e shtëpisë, familja e Selin nuk ishte e përfshirë brenda në lojë. Do me thënë, familja e Selin ishte në pjesën e mirit. Tani a bën presion ato për ta ndarë të bjena, e tepruan pak, me patjetër që e tepruan. Por, mbi të gjitha, një prind ka të drejtën që të bëj presionin për vajzën e tij, sepse dëshiron ta shikon më të mirën e fëmijës. Unë mendoj që përzgjedhja e Gretës për t'u larguar nga shtëpia ishte një përzgjedhje e duhur, sepse nuk tolerohen fjalët të prostitutës, nuk tolerohen fjalët të lavires, por një gjë të tillë duhet të ndodhen dhe me Edisën, e cila që në momentin e parë që ka hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, është duke akuzuar në për të gjitha dimensionet dhe në për të gjitha format Brikenën, që realisht nuk është e duartrokitshme dhe nuk është e bukur që një femër të vazhdoj të kërcënoj dhe të rëndoj qëndrimin e një banores në shtëpi, sepse ajo i ka dyshimet e veta, apo Rogerti, apo Juela, tani përfshirë edhe Tani, me këto ofendime që Tani në fakt dua ta komentoj veçanërisht. Unë shpresoj që Gerta, dhe mendoj që Gerta e mori atë që i duheshte. Ajo tashmë e pa dhe mbrëm jashtë, dhe me thënë se çfarë mbështetje ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme. Ajo do t'jetë një suportuese e vazhdueshme e Selin. Mendoj që Selini i është zvogluar pak rrethi brenda shtëpisë dhe ka shumë të vështirë në fakt tani për të vepruar e vetme, por duke njohur karakterin e saj, duke njohur njeriu që Selin është, mendoj që do t'ja del. Tani fuqinë të vetme brenda në shtëpi, që këtë do ta komentoj në fakt në videon e radhës, unë mendoj që Selin e ka shëndritin. Përzgjedhja e mbrëmshme nuk ishte një përzgjedhje e duhur, ishte një përzgjedhje e gabuar, që mendoj që vllau i madh duheshte në mënyrë pak më të detajuar t'i shikoj këto rrethana, të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për publikun jashtë. Do të thënë, nëse ne përjashtojmë një ofendues, duhet të dalin të gjithë ofenduesit nga shtëpia.